Top Albania Radio at the movies. Përshëndetje të gjithëve, po Gjoni at the movies, do t'jemi së bashku për plot 1 orë. Unë jam Edea, në anën time të më duhet ta bëj me stilolaps me cilën dorë shkruaj, edhe më ndodh që bëj shumë probleme koordinimi me njerëz që më thonë shife hartën nga të kthehemi dhe i them majtas, po ndërkohë është djatha se duhet ta nxjerr dorën me cilën shkruaj që të koordinohem, po kësaj radhe jam pak më e koordinuar. Në të djathën time është kolegu im i përjetshëm Edison Hallaçi dhe në të majtën time është kolegu im i dytë që ndonjëherë më duket sikur është shumë e ne dhe më vjen keq që e kemi më shumë mesazhe që Klemi ç'a premierë të fundit ka, ç'a është me prioritet, ç'a gjë po ecën më shumë, ç'a po ndiqet më shumë. Kështu që vendosim gjithmonë ta ftojmë në studio dhe ta bëjmë ta ngjallim Klemin nga WhatsAppi dhe ta sillim këtu për dëgjuesit tan. Si gjithmonë. Edhe shumë kënaqësi që nis tetorin. Është e vërtet që në fakt ka ardhur momenti që ti themi koleg, se kisha menduar këtë më përpara, po që është koleg tipik. Mirë se erdhe koleg. Po skuqen. Shumë kënaqësi. Unë vi nga një film shumë i bukur në Cineplex, për të cilin kam shumë dëshirë të flas, po do gjejmë kohë pas pak, sepse pash One Battle After Another, plot 2 orë 44 minuta, të cilat duken si 20 minuta. Vërtet. Filmi i momentit. Filmi i momentit është cilësuar në fakt si filmi i vitit dhe një ndër më të mirët e Leonardo DiCaprio, një bashkëpunim shumë interesant me regjisorin Paul Thomas Anderson, i pari mes tyre, po një fantazi do thoja unë. Kishte të gjitha, aksion, komedi, madje më duk një ironi e thellë me kinematografin klasike. Ka dhe një cast fantastik aktorësh, po më duket sikur hera herës ajo minutazhi i gjatë i filmit edhe i step audiencën, por fakti që ti po ma shet në thonjza si 2 orë 40 minuta që ndihen si 20, unë e bleva dhe vendos ta shoh këtë fundjavë. Domethënë besoj ja kanë thënë edhe Klemit, këtë të gjithë kanë patur këtë opinion që filmi ecën shumë shpejt pavarësisht se është me një metrazh shumë të gjatë dhe ndoshta fillimi është pak sa, domethënë ai ka aksion gjithkohës, po fillimi vjen pak më javasht, më pas orës së parë, do thoja bëhet i mrekullueshëm. Në këtë vit që kemi pasur shumë kështu sequela, prequela në vazhdim, është një nga ato vitet ku secili nga filmat origjinal nuk na ka zgënjur. Që tek Sinners, Weapons dhe i radhës që nuk na zgënjeu ishte One Battle After Another. Ishte ajo kinemaje që duam të shohim ato 3 orë që na e mbush shpirtin, po shohim një diçka të veçantë, të bukur, me një audiencë me sallën plot të kinemas. Ne kishim fatin ta shihnim dhe në sallën e madhe, edhe aty ishte goxha e veçantë. Eksperiencë ku e ke salla e madhe? Ke salla e madhe, pash, ishte eksperiencë e bukur, po nëse mund të përdor fjalën talli, po këtë dua ta theksoj se e kishte bërë aq bukur, domethënë Paul Thomas Anderson, se kishte shumë skena të cilat ai i vinte për pak çaste dhe po themi në një farë mënyrë e shkatronte të gjithë filmin dhe e vendoste pikë synimin aty. E zëm një skenë nga Ramboja, i cili qellohet mbi 30 herë dhe ai zgjohet sërish dhe nuk ka vdekur, po kjo ishte 20 sekonda thjesht sa për të tallur këtë kinematografin klasike dhe më pas rikthehej sërish tek përbërja e filmit. Po kjo ndodhte disa herë gjatë filmit. Se kam kuptuar kur a vet Leo i përzgjedh filmat e duhur. Pra s'ti ka mundësi që gjithmonë kur ai është protagonist, a ka marketing edhe menaxhment të mirë? Unë besoj që Leo ka një histori para dhe pas Krishtit që në momentin që mori Oscar. Leo po zgjidhte shumë filma, ishte një mix shumë i mirë dhe komercial, po dhe filma është aktori preferuar i Martin Scorseses, një nga aktorët e preferuar të Martin Scorseses, dhe në momentin që ai mori Oscar, ka përzgjedhur të bëj filma me regjisorët e tij të preferuar dhe ai e ka shprehur në intervistë që po priste thjesht momentin dhe kohën që Paul Thomas Anderson të ishte i lirë dhe ai gjithashtu ishte i lirë që të bënë një bashkëpunim së bashku, çfarë do lloj teme të ishte dhe qelloi që ishte One Battle After Another. Ishte edhe Sean Penn do të surprizoj, domethënë me të vërtet Leo është aktori protagonist, po themi të gjithë famën, të gjithë show-un e rëmben Sean Penn, është fantastik. Kjo është mendimi i dytë nga kushdo që ka parë filmin. Nëse i pari ishte që nuk dukej aq i gjatë, mendimi i dytë që thot kushdo që ka parë filmin që Sean Penn vjedh skenën. E ka he stole the show. Të jesh Benicio del Toro po ashtu, duhet ta shikosh. Të jesh aq aktor
aktori masa i përzjedh filmat ku do të luash dhe nuk ke nevojë për Po në momentin që merr Oscar, prandaj edhe ai luftoi për atë Oscarin shumë dhe mirë. One Battle After Another është vetëm një nga filmat që janë në programin e Cineplex për këtë javë. Bëjmë një shkputje të vogël se sigurisht e nisëm me shumë energji dhe më pëlqen kjo. Pa mund të shkoni në Cineplex dhe të shihni një film, se është një eksperiencë fantastike, do keni diçka për të folur edhe zakonisht ja them këtyre çifteve që kanë shumë kohë bashkë se është e zauruar ajo bashkëbisedimi dhe komunikimi, i them po shkoni shikoni një film që do rrini një 2 orë mbrapa, jo po unë mendoj kështu, jo pa ai aktori kështu, pak a shumë siç po bëni mund dhe Edi dhe Klemi në publicitet. Edhe unë rastisht po shija në zyrë pak më përpara që me vërtet është e rrallë që të kishin mbi 16 filma ishin këtë fundjavë në kinema, janë shumë filma të cilët po vijojnë që nga vera. Weapons ishte një nga filmat e mi të preferuar. Edhe dua të ndalem tek Weapons. Weapons unë doja shumë ta shija në Cineplex. Dhe i shkruaj Klemit që dua ta shohë të tjerë dhe më thotë hajde se ndoshta nuk do shfaqet për shumë kohë. Po. Ndërkohë Weapons mahnitem që vazhdoj dhe e shikoj sa herë që hap faqen e Cineplex. Është ende, unë e pash tek dita e parë ose e dytë, preferova të ikja bashkë me gjitha audiencën, e pash në një nga oraret e darkës, mbarova në orën 12 dhe bëra fiksa të ecjen e bëra ecjen kur dola nga Klemaja. Bëra i video u bë virale, po ishte edhe sa i përjashtuar dihem tani. Ashtu siç po ndihesh. Jo, Weapons e sugjeroj për këtë doma, madje dua të shkruaj edhe një kritik për të, është një film që ka satir, ka horror, ka dram, ka gjithçka, është një mix shumë i mirë gjërash, pra nuk të vjen si ai zakonisht kur ti sheh një film horror është puro horror dhe unë nuk është se jam një fanse e madhe e filmave puro horror, por Weapons do thoja të serviret është kështu si një bërzoll viçi horrori, po ke dhe pure drame, ke dhe asparag satire, dhe vjen shumë ke dhe një tish komedie, edhe një satirë shumë bukur. Këtë ka vërdisë të mirë dhe kur e kalon atë horrorin ndjen që okay, pash gjithçka, dhe është një film që kur njerëzit më pyesin, a duhet ta shoh Weapons, i them nëse do të shohësh një film që pasi të ketë mbaruar, ti shohësh ata njerëzit që ke vërdallë dhe thua çfarë dreqin ishte kjo që pam, Weapons është i vetmi që ma ka dhënë këtë sensacion. Edhe në këndvështrimin tim nuk është se ishte shumë horror bën vetëm skena në fund. Mos bëjmë spoiler pra. Un kam frikë, Klemi, nga soundet më së shumti. Nuk është nga këto horrorët mega të frikshëm. Jo, është më shumë një thriller, është një gjetje, madje kam lexuar goxha edhe po lind një univers i ri nga ky Weapons, pasi personazhi kryesor që ishte e keqja dhe kishte bërë gjithë zallamahin që mos bëjmë spoilera tek filmi. Siç na bëri Edi neve në publicitet. Po, pak. Ka një histori shumë të gjatë se si është krijuar, se sa e vjetër është dhe se çfarë solli deri tek pika e krijimit të filmit Weapons, edhe besoj në parashikimin tim që shumica e personave ndoshta edhe në Shqipëri, po në botë do jenë për Halloween të veshur si edhe është kaq pranë. Po në fakt është edhe po Halloweeni, sa doja ta thoja. Dhe një pyetje që doja ta bëja, mos vall, po na pëlqen më shumti horrori këto kohë të fundit, se duke parë atë çfarë ndodhi me The Conjuring në Cineplex, domethënë. Besoj që është një nga zhanrat që mund të elaborohet sa më shumë në origjinalitetin e filmave. Në qoftë se në aksion u bë një periudhë shumë e gjatë që ndoshta nuk ke se çfarë elaboron më, se çfarë historie të re, domethënë Jason Statham një herë bëhet mekanik, pastaj është detritës, transportues, si ai është astronaut, është si ai vërtet. Që ka pra horrori është më pak i eksploruar. Komedia ka gjithnjë më pak, gjithë ky vit kishte vetëm Naked Gun si komedi në sallën e kinemas, ndërkohë që horrorit jep një diapazon shumë të gjerë dhe ti mund të fusësh dhe elemente romance siç ishte tek Conjuring, dhe elemente familjare dhe elemente fani siç ishin tek The Weapons, një musical shumë të mirë siç ishte tek The Sinners për shembull. Kështu që është një nga zhanrat i cili po jep sa më shumë mundësi regjizorëve të rinj të sjellin origjinalitetin e tyre, gjë që nuk mund t'ia japi një lloj tjetër zhanri për momentin. Kështu që besoj ky horrori, jo shumë horror për ne jo fansat, është ai që i ka risjell njerëzit në kinema për
kategorinë horror, po jo aq i frikshëm. Është kjo përzierja që tha Edea. Pra edhe kur ishim fëmijë, nëse na jepnin diçka që nuk e pëlqenin, ata na e bënin me diçka më të mirë që ta hanin. Ne fusim brenda. Jo, mendoj që ka nisur dhe pak nga Black Mirror edhe filma si Stranger Things, pra nga thrillerat psikologjik që kanë pasur një grimc horrori, tani jemi konvertuar në diçka që duam mix, po edhe në gjithë botën është ulur goxha, për shembull përpara ka qenë PG-18 që 9-18 vjeç që ne na ka ngelur akoma kjo 9-18 vjeç, ndërkohë që tani horrori edhe si moshë zyrtare në botë po ulet si kanë ndryshuar kategoritë e rating të filmit. Për shembull, një horror si Weapons vlerësohej +16. Nuk ishte në shtetet ndryshme në Europë. Sinners +16 gjithashtu, ndërkohë ne jemi mësuar me atë horrorin +18 klasik me gjak. Po, të i cili fakt nuk është livruar shumë. Është bërë më i zbutur dhe elaborohet më shumë tek këto humori, thrilleri. Për The Conjuring dua të di pak më tepër si u prit nga publiku. Conjuring ishte në fakt do përdor fjalën surprizë, por jo sepse unë po e prisja goxha. Unë kam pas gjithmonë një feeling shumë të mirë me Annabelle, me The Nun, me Conjuring para ardhës nga eksperienca në kinema në çdo film që dilte nga universi Conjuring. Kjo ishte saga përmbyllëse, ishte filmi përmbyllës i sagës Conjuring dhe thyu çdo rekord për një film horror në këto 12 vite Cineplex, por është edhe një nga filmat më të shikuar të gjitha kohërave. Arritëm deri tek 21-22 orare në ditë vetëm për Conjuring në fillim të shtatorit. Ishte ai lloj filmi që ti shkon vetëm për të marrë emocionin se si do përmbyllet kjo sagë dhe të fal një pozitivitet që unë do të çuditesha nëse do më thotë ku shko tek një film horror do të fali pozitivitet në fund filmit. Po, ishte deklarata e ditës, një film horror që do t'ju fal pozitivitet. Po, ishte e çuditshme, kolona zanore ishte shumë e bukur me këngë të Elvis Presley. Ishte, siç tham, përfshinte gjithçka edhe The Conjuring, kishte shumë pjesë të cilat nuk e bënin aq të frikshëm, dhe njerëzit e pëlqyen, jo domosdoshmërisht, po themi duhet të themi që është horror etj. Këto e vërteton mbushja e sallave, të cilat ishin super plot, sidomos në javët e para. Bëjmë një shkputje tani dhe rikthehemi pas pak për të folur se kemi shumë gjëra të cilat na kanë mbetur pa thënë. Netflix po flasim për premierat më të fundit që mund të shohim tani, por edhe ato që presim të vinë. Ne i përmendëm pak 3 titujt kryesor, po themi që kanë qenë epiqendra e këtyre javëve të fundit. Çfarë do veçonim tjetër që lam pa përmendur, ndoshta dhe ata që pritet të vinë? Demon Slayer pati gjithashtu një sukses, komuniteti animeve në Shqipëri është ekzistent, jam shumë kurioze për këtë. Ekzistent, po, unë mendoj që sikurse ekziston, po ja që ka. Është ekzistent, po është pak kështu si underground, si nuk i shohim, jo. Nuk i shohim, në përkafe nuk i shohim asnjë. Por ne arritëm krijojmë një event shumë të bukur për premierën e Demon Slayer. E kishim një ditë para premierave europiane. Filmi është një nga më të suksesshmit, më i suksesshëm si anime në shitje në Europë dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Japoni absolut më i shituri. Krijojmë një event shumë bukur, Anime Night. Ishte era e parë që mbi 700 fansa anime mblidhen në kinema në një ditë. Kishin ftuar ambasadën e Japonisë, të cilët erdhën të gjithë si staf, ambasadori mbajti një fjalim. Dhe ishte një eksperiencë shumë e bukur, vazhdoi goxha gjatë, vazhdon ende në kinema, madje ishte një piknisje dhe për të pasur 2 anime të tjera deri në fund të vitit. Kështu që është një komunitet goxha në rritje. Gjithashtu sot kemi një shfaqje të veçantë do konsideroja në kinema që po flet e gjithë bota sot në këto 3 tetor, që është kryefjala Taylor Swift. Është deri dikur ishte Mean Girls, tani është Taylor Swift, okay. 3 tetori kaloi. Dhe kaloi nga Mean Girls tek Taylor Swift. Taylor Swift sot po pushton gjithë botën, të gjithë po presin prezantimin e këngëve të saj të reja në albumin e ri. Ka shumë hint, shumë tekste që po dalin, ndërkohë që gjithë këngët do publikohen pak më vonë. Unë s'kam parë asnjë gjë.
kontenti është totalisht sekret i mbyllur dhe do aktivizohet vetëm në orën 9 kur ne kemi shfaqjen zyrtare. Pra as ju vetë nuk keni parë diçka përpara. Jo, është totalisht i mbrojtur në mënyrën më sekrete të mundshme që në mënyrën më Taylor Swifteriane të mundshme, kuptoj. Po, edhe prandaj orari është kaq i vonë pasi është me orën e Amerikës, pasi atje do bëhet publikimi në drek. Por nesër dhe pas nesër do ketë shumë shfaqje të këtij kontentit veçantë kur janë këngët dhe nuk e dim se çfarë ka shpikur Taylori për t'i prezantuar këngët në mënyrë kaq të veçantë. Besoj se nuk ka të bëjë vetëm me albumin e ri, por do shohim sigurt edhe prapa skena ose xhirimet e saj. Jemi mësuar shpesh me koncerte, me përmbledhjen e koncerteve të saj dhe të shumë grupeve të tjera në kinema, por kjo është hera e parë që kemi një release album të këtij niveli në kinema. Okej. E veçantë, edhe unë më erdhi kështu e veçantë se Taylori thjesht bëri një postim që do bëhet kjo gjëja para ca javësh dhe gjithë bota. Unë mendoj që marketingu më i fortë i Taylor Swift janë fansat e saj. Ata vetë shtyn agjendën e saj kudo që shohin që ka boshllëqe dhe njerëz që janë kundër. Unë do thoja edhe ishat, po edhe ishat, saktë, edhe ishat. Elektë gjë të rëndësishme. Një kështu doja të diskutoja, është diçka që më e vë re dhe po e mendoj këto kohët e fundit edhe mendoj me këtë flas më mirë se sa me ju të dy. Shok të venitjen e prekëm pak më përpara të dëshirës që ne kemi për të parë komedi. Mbaj mend vitet 2000 që ka qenë për mendimin tim si një vajzë, epoka e artë e komedisë ku kishe Kate Hudson e të tjerë që pashëm para ca ditësh filmin e Kate Hudson me Anne Hathaway me Bride Wars, nga filmat më të bukur komedi, domethënë që nuk vdesin kurrë dhe shoh që që mos jem kështu duke përfaqësuar vetëm gjinin femërore, Hangover, The Dictator, gjithë filmat me Adam Sandler, që kanë qenë të asaj kohe dhe shoh një venitje, nuk dua ta them në prodhimtari, se ndoshta edhe unë personalisht se nuk dua të jem kështu biased, pra e gabuar në gjykimin që bëj. Edhe unë e përmenda filmi vetëm që ne kishim komedi këtë vit ishte Naked Gun. I cili edhe ai si film kishte në rol kryesor Pamela Anderson dhe Liam Neeson. Po që nuk janë tipik komedian. Me humorin, por filmi u prit goxha mirë. Realisht është e çuditshme sepse bota gjithnjë më shumë ka nevojë për komedi, ka nevojë të qeshin, ka nevojë të qeshin së bashku që është ajo gjëja kryesore. Dhe realisht është shumë për keqardhje kjo që nuk ka shumë komedi vërdall. Lexova diçka shumë interesante që kam përshtypjen që ka të bëjë dhe kjo. Matthew McConaughey kishte bërë një deklaratë që domethënë aq shumë ishte mërzitur nga filmat e romans, komedi, derisa erdhi një moment që ai nuk pranonte më në mënyrë kategorike që të luante një rol të tillë. Bani mend Fool's Gold dhe këto tjerë që janë pak a shumë romans, komedi. Dhe kam përshtypjen që e njëjta gjë ka ndodhur edhe me aktorët e mirë komedian. Kam një përshtypje që dhe vet ata nuk po pranojnë më të luajnë komedi e para se nuk ka skenar të mirë, një komedi jo e shkruar mirë, është një dështim direkt. Dhe kam përshtypjen që nuk kanë besim dhe unë mendoj që ka dhe një të tërheqje të vet aktorëve të komedisë që nuk duan më të bëjnë filma të tillë. Tërheqje të vjetërve okay, po ideja është nuk ka edhe të rinj që po e provojnë ose po zgjedhin platforma të tipit ndoshta podcaste deri diku, por edhe këto stand-up comedy, po. Sepse edhe platformat streaming nuk është se kanë ndonjë komedi që ti të lësh kokën ose të Ska më pas nga këto komedit që nuk është që ti e shet dhe do t'i rikthesh. Nuk është lufta streaming kinema. Janë edhe këto komedit do guxoja në thonjza të thosha budallaqit e Adam Sandler që ti shkrihesh me ca skena që janë komplet bazike, pra po nuk është më kjo gjë në kinema. Dhe vetë Adam Sandler nuk është më Adam Sandler. Po, edhe këto komedit që vijnë tani janë bërë pak si më të thella, do komedi angleze që ti qesh nesër. Gjithmonë do ta fusin ndoshta edhe një faktor tjetër janë këto censurat që bën. Ke shumë censura për shkak të racizmit, gender, dhe shumë gjëra që më përpara ti mund të bëje shaka dhe nuk ishin shaka që merrnin për racizëm ose për Po edhe kjo është për shumë probleme edhe në për TV shows, pra në për show të mëdhenj që ti nuk guxon më të thuash diçka që mund të jetë pak e ndjeshme, se do dali një grup njerëzish ose dikush që do e gjej atë të papërshtatshme. Mirë, Matthew McConaughey do thonte all right. Sa do ja thoja, e kam filluar
filluar të shoh gjithandej video gjëra, madje dje kishte rënë të bëra e parë në disa vende. Nuk po e besoj ende, nuk e di pse, është herët ndoshta edhe pak. Sa ra 1 gram shi, dritare të mbyllën, u bë si na boni në furr, filloi. Kurse unë isha me pushime javën e kaluar, dëgjova Mariah Carey në plazh, kishin vënë atje komë Krishtlindjen dhe thash për këtë duhet i bëj videos. Është një trend. Ishte ta si ato memet It's Time. Është një trend në TikTok që plazh. fillon vetëm pak ajo kënga e Mariah Carey dhe thonë she's the frosting, po shkrihet Po fillon. Mariah për sezonin e saj. Megjithatë po futemi dal ngadalë se edhe koha na ka bërë që ta ndjejmë këtë, se është për vërtet çik si ftohtë këto ditët e fundit. Do një gjë të fundit sa për tituj për në dhjetor, me që jemi te Krishtlindjet, po. Krishtlindje blu me Avatarin, kështu që është gjithashtu mbyllje viti me Avatarin. Nice. Shpresojmë që të jetë po aq i mirë sa 2 seritë e para, se ne kemi shumë pritshmëri, unë dhe Klemi sidomos, se jemi fansa të botës së Avatar. Megjithatë, besoj që nuk do na zhgënjejnë. Presim. Shumë CGI, sa po lexova një intervistë të James Cameron, i cili thoshte që në 5 ose 10 vite gjithë CGI që bëhet në filma ditën e sotme nga artist videographer në të ardhmen do bëhet nga AI dhe do të shkurtoj goxha kosto. Nuk e di as lajmi i mirë apo i keq, po pra më kujtohet ai lajmi Christopher Nolan që mbolli një fushë të tërë me misër dhe i shiti për të futur buxhet të filmit. Pra jo, iku ajo kohë. Mirë, ne kemi mbritur në fund të programit për sot. U kënaqëm shumë, vërtet, duhet ta them këtë gjë sot, se folëm për të gjithë gjërat që kemi parë edhe vetë këto kohët e fundit. Njëkohësisht erdhën edhe si sugjerime për ju, Klemi. Suksese këto kohë dhe sigurisht ne do të dëgjohemi koleg shumë shpejt. Sa premiera ishin 16 për momentin? 16 filma në listë si rrallë herë. Kështu që kur ju vjen ndërmend ajo shpia, po shkojmë në kinema apo çfarë do shohim? Keni 16 opsione. Vazhdon ende Fantastic Four që ka dalë në korrik. A ja vlen ta shohim? Fantastic Four ishte një film i mirë. Okej. E kam kështu e mendoj, kam gjithë të ditë më, po është film me superherojnë, Ishte edhe periudha ku Pedro Pascal ishte kudo në fund korrikut dhe në shumë fillim shpejt ju venit kjo. 4 filma në 4 filma paralel. Duhet të marri ca pushim ai Pedro Pascal, se domethënë po na del dhe në frigorifer. Po rrudhet. Mirë, bash do të jemi sërish prag fundjavën e ardhshme deri atëherë, mos harroni të shikoni filma të mirë.